mes protestuesve dhe policisë vazhdojnë. Nuk e di nëse kolegët e mi fillimisht a janë të sigur dhe a ndodhen në një zonë të sigur. Greta. Po ardit, si është situata ku ndodhesh dhe a jeni mirë t'ju pyes? Atëherë, po në fakt në këto momente protestuesit janë duke u zhvendosur me zotin Berisha i pari që po ju prin drejt pjesës tjetër të bulevardit në drejtim të ministrive, ndërkohë që faktikisht hidhet qoftë ujë në drejtim të protestuesve, por edhe shishet me bomba molotov nga ata protestuesve në drejtim të goditjes. Ishte një moment kur protestuesit ishin afro 10 minuta, le të themi, që qëndronin përballë kryeministrisë. Dhe nuk ishte fjalime, ishte duke mbajtur një fjalë të shkurtër, në fakt motivuese, folsi i protestës, dhe në atë moment me njerë kanë nisur vërshimi i shisheve me benzin në drejtim të kryeministrisë, ndërkohë që policia është kundër përgjigjur me njerë, në fakt duke hedhur ujë në drejtim të protestuesve. Në këto momente është duke u hedhur edhe gaz lotësjellës në drejtim të protestuesve. Kërkojmë ndjes, tani është e vështirë për të raportuar. Greta, duhet të shkëputim komunikimin. Po, kujdesuni që t'jeni mirë dhe t'jeni në një zonë të sigurt, jemi duke ndjekur pamjet e drejt për drejta të cilat na vinë nga zona përballë kryeministrisë. Shohim që për teja autobotëve me ujë po hidhet edhe gaz lotësjellës, teksa shohim që dhe zoti Berisha është duke u transferuar në një zonë tjetër, duke qenë se ishte në mesin e protestuesve. Ai ka vendosur maskën kundra gaz, teksa shoqërohet nga deputetët dhe zyrtarët e lartë Partisë Demokratike, zoti Noka, zoti Mbaçi Mesasho, të cilët janë në krahët e tij bashkë me truprojat e zotit Berisha, të cilët janë duke e larguar atë nga zona ku hodhi pak më përpara. Ndërkohë edhe një herë po e përsëris, zoti Berisha ka vendosur masken kundra gaz dhe po mbrohet edhe me çadra nga truproja dhe zyrtarët e tjerë të Partisë Demokratike, të cilët ndodhen afër tij, po hidhet gaz lotësjellës. Po largohen, shohim që ishin çadrat me kuqezi aty ku po mbrohej dhe zoti Berisha, për ju që nuk arritet ta dalloni qartë pamin, sikur se shihni, po pas ambienteve të kullave binjake, pra janë duke shkuar pra përballë zonës kryeministrisë, pra përballë kësaj zone, e cila tashmë është boshatisur autobot me ujë dhe gaz lotësjellës si kundër përgjigje ndaj fishek zjarreve. E shoh dhe kolegen time Engeleda Mema, e cila ka vështirësi për të marrë frymë në këto momente. Engeleda, të lutem, shko në një zonë të sigurt që ti bashkë me operatorin të jesh mirë, se i shoh një situatë të vështirë dhe kolegët e mi gazetarë të cilët ndodhen në këto momente në terren, cili më pas do ketë mundësi që të flas pasi të jetë pozicionuar në një zonë të sigurt, atëherë i jap fjalën. Por fillimisht kujdesemi për gjithë kolegët të cilët ndodhen në këtë raportim në ambiente të cilat sigurisht tashme janë bërë pak të vështira për të raportuar. Hajde, Landi. Engeleda, të dëgjoj si e fillimisht se të shoh të pozicionuar aty. Engeleda, si e fillimisht se të pash që kishe vështirësi pak më përpara me frymarrjen? Mirë. Jo, ishte vetëm një moment, sepse bombulat e gazit lotësjellës nuk hodhën vetëm në pjesën përpara kryeministrisë, por ato u shpërndan edhe për gjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ishte momenti kur një nga bombulat e gazit lotësjellës u hodh para këmbëve të kryedemokratit Sali Berisha, së bashku edhe me pjesën tjetër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Tashmë një pjesë e qytetarëve, protestuesve, mbështetësve të Partisë Demokratike janë larguar, duke u shpërndar në pjesë të ndryshme
ndryshme të territorit, edhe të kapur pak në mënyrë të papritur për faktin se disa nga bombulat e gazit lotjellës u hodhen mes njerëzve aty ku në fakt nuk po hidheshin bombat me lëndë djegëse nga ana e protestuesve. Tashmë pjesa më e madhe e qytetarëve janë larguar nga bulevardi Dëshmorët e Kombit dhe janë në një tjetër destinacion. Besoj duhet jenë drejt kuvendit që përshkojnë për të vazhduar protestën e tyre. Ndërkohë, me sa arrit të kuptojnë Keleda, qytetarët një pjesë shkoj pas ambienteve të kullave binjake apo përballë ambienteve të kryeministrisë dhe një pjesë po drejtohen drejt sheshit Skënderbej, më orienton pak se ku janë shpërndar protestuesit? Po, e vërtet një pjesë e protestuesve Greta ndodhen në atë që njihet si shesh pushimi i vëllezërve Sami Frashëri për shkak të bombulave të gazit që u hodhën mes njerëzve aty ku nuk ishte momente incidenti nëpërmjet bombulave me lëndë djegëse. Një pjesë janë në këtë zonë për të shmangur gazin në Lotjellës, pasi një pjesa më e madhe e qytetarëve janë pa maska kundra gazit dhe tani një pjesë e qytetarëve janë të grumbulluar në sheshin drejt sheshit Skënderbej, pranë urën që lidh bulevardin Dëshmorët e Kombit së bashku me sheshin Skënderbej, ose siç njihet ndryshe te ish Hotel Dajti. Këtu janë pjesa më e madhe e qytetarëve, ata që mundën të shpëtonin bombulave të gazit të hedhura në mënyrë të papritur nga policia për të shpërndarë turmën sa më shpejt. Tashmë janë të grumbulluar këtu, besoj janë duke ndjekur kryedemokratin Sali Berisha, që besoj duhet jetë drejt një destinacioni tjetër për të vazhduar protestën. Qytetarët nuk janë larguar, pavarësisht pranisë së gazit të shumë të Lotjellës, ata janë rigrumbulluar sërish. Jemi drejt sheshit Skënderbej, aty ku ndodhet dhe pjesa më e madhe e protestuesve në këtë momente, të shpërndar pothuajse në të gjithë pjesën e territorit. Ndërkohë shohim